që secila prej figurave të nderuara të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke pasur parasysh historikun e bashkëpunimit me njëri tjetrin, mund të kalojnë secilën përplasje publike dhe mendoj që kanë hapësirat e nevojshme, të cilat nuk ka nevojë që t'u mësojmë ne, por që kanë hapësirat e nevojshme institucionale partijake për të diskutuar shumë çka rreth asaj që ka ndodhur në LDK nga viti 2021 në vijim, po dhe nga përpara 2021-shit edhe më parë. Kështu që mendoj që LDK-ja është një parti me histori, është një parti patjetër tradicionale, kompakte, komplekse, dhe mendoj që secili prej figurave të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra përkatësisht 10 më të votuarit në listën e deputetëve të zgjedhur të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe 7 kryetarët e komunave, zotëri dhe zonja të nderuar, mendoj që mund të gjejnë secilën hapësirë institucionale brenda partisë, jo larg syve të publikut për të munguar transparenca, por larg emocionalitetit i cili shpesh keq përdoret dhe inxhinierohet pikërisht nga segmente dhe të pushtetit për të kultivuar një zhurmë, për të larguar vëmendjen pikërisht nga ato sfida që duhet i kishte ky pushtet dhe kjo parti fituese, duke pasur parasysh dhe atë që përmendëm më lart, gazin amerikan dhe krijimin e institucioneve. Pra zhurma në LDK inxhinierohet nga faktor ndoshta dhe jashtë LDK-s. Duke pasur parasysh që unë mendoj që LDK-ja ka burra dhe gra të mençura, nuk mendoj që emocionaliteti i tyre do të keq përdoret nga segmente jashtë LDK-s. Ata mund ta zgjidhin bashkë me njëri tjetrin në forumet partijake, mund ta zgjidhin në secilën hapësirë dhe bisedë me njëri tjetrin. Mendoj, ndoshta mund të jem subjektiv, po mendoj që 10 e LDK-s mund të jetë 10 më e mirë në raport me 10 e partive të tjera, pra janë burra dhe